Çështja është këtu ku flasim me këtë punë dhe po flasim juridikisht, jo politikisht. Juridikisht nuk i ke firmat tona, nuk e kanë mbështetjen tonë, ti nuk mund të thuash që vullneti i përpara, kudo sido që të ketë qenë, është përpara kësaj. Nuk ka krijuar pasoja krijon kjo tani. Ta shpjegoj nga çdo pikpamje dhe zoti ndoj. Dhe më vjen keq nëse formimin e ke juridik. Është atash, është e vjetër, është latine që kur ka dalë firma, koncepti i firmës. Vullneti i fundit është ai që merret parasysh. Edhe sikur të kishin vdekur në të gjithë. Do të stopi minut kanë sjell këtë shkresën në fund fare. Jemi gjallë dhe po të themi nuk e mbështesim. Dakor? Edhe sikur mos ta kishim bërë me shkrim. Po të themi nuk i mbështesim, jemi këtu na. Dhe ti nuk mund ta bësh këtë që bën, nuk gjen dot argument as juridik, as njerëzor, as logjik, që thua po ju i mbështesni. Ne jemi këtu dhe prandaj ta thash dhe faktin tjetër, mund mos kishte qenë fare vendim politik i grupeve parlamentare. Thjesht deputeti Gent Strazimiri sot këtu tash thoshte, shikoj, di ç'është problemi, po e shkruaj 2 minuta, por unë nuk e mbështes filan kandidat. Sa firma ka? 28. Ka 27 sot, nuk e plotson kriterin. Dhe ti nuk më fut dot ti se bën dot këtë punë. Se bën dot, kaq e thjeshtë është. Jo më të jetë vendim politik i të gjithë opozitës parlamentare. Ta thash edhe një herë, nuk ka asnjë problem, merrni zgjidhjen, ju e keni marrë, siç keni marrë zgjedhje, keni marrë parlamentin, zgjidhni këtë doni. Po mos e bëni në emër tonë dhe mos thoni që kemi mbështet ne. Vullneti ynë është ky. Nuk kemi propozuar kandidat, kemi mbështetur të vinë të dëgjohen këtu, propozimi është tjetër gjë. Dhe sikur ta merrje ti që nuk e di ti se kur është dhënë firma, nuk ka problem. Firma është dhënë sot, është dhënë ditën kur duhet, kemi thënë të rreqim çdo mbështetje, çdo firmë që është vendosur. Dhe ti ke detyrimin të marrësh këtë vullnet parasysh. Ti mund të vazhdosh procesin, të zgjedhësh atë që ke vendosur me firmat tuaja të deputetëve të PS-s, po të mos thuash që shiko, u bë bipartizan është zgjedh. Nuk është zgjedh bipartizan. Kjo është çështja. Merrni bëjeni si keni bërë herë tjetër. Siç e keni bërë herë tjetër, po them edhe një herë. Merrni bëni se firmat tona, ato që llogarisi për firmat tona nuk ekzistojnë. Vullneti i fundit është ky që kemi pas ne. Edhe sikur të kishim vdekur, jemi gjallë tu dhe po ta themi. Nuk shkon. Dakor? Merrni zgjidhni një po, absolutisht votat i keni, aq legjitime sa i keni, me atë proces që i keni, merrni zgjidhni njërin, po mos thoni që kemi zgjedh bashkë me opozitën. Kjo është problem. Faleminderit zoti Strazimiri. Tani ti bëjmë konkluzionet për para se ta hedhim në votim. Ta nisim me zakonin dhe traditën parlamentare. Është hera e parë që në Komisionin për Çështjet Ligjore bëhet një proces ligjor sipas ligjit për avokatin e popullit dhe rregulloren e kuvendit për përzgjedhjen e kandidaturave për avokat populli. Tani na e përmendni shpesh atë traditën që zoti Totozani kur na e lat ne u zgjodh nëpërmjet intervistave te Selia e PS-s, fundit në opozitë ishim ne atëherë, sa atje do i bënim intervistat se s'kishim ku t'i bëjmë. E dyta këtë u kthy me avokatën e popullit në detyrë që e votuam bipartizançe dhe pa qenë në Shqipëri hiç. Nëse jam i gabuar, po mbaj mend që nuk ka qenë. Në atë kohë kur e votuam marrëveshja e 17 majit. Pra, lutem. Pra, sot jemi në shinat e kushtetutës, ligjit dhe rregullorës kuvendit. Dakor? Dhe lutem ta mbaroj unë, të pritet ta mbaroj unë tani, ta mbaroj unë mendimin tim. Tani, ju kërkoni një proces në rrugë. Ne po themi një proces në komision të ligjit. Tani, firmat tona nuk janë. Po do ta më jap unë përgjigjen edhe për firmat, do ta jap edhe përgjigjen për firmat. Tani, në Komisionin për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike do të zbatohet ajo procedurë që kemi përcaktuar në fillim, sipas rregullorës kuvendit. Ti marrim me radhë. E bëm 20 ditë shpalljen, u shpreh interes, ja erdhi 26 vet. I plotsonin kushtet dhe kriteret ligjore këto 26 vet? Po. Caktuam seancën dëgjimore në datën 17 nëntor. I ngjuam këtu 26 kandidat deri në orën 9 darkës. Dhe tham, këto 26 plotsojnë kushtet dhe kriteret për të mbledhur firmat deri në datën 2 dhjetor për të formalizuar si kandidatura për votim kuvend. Por përpara se shkojnë kuvend, do mlidhesh te përsëri komisioni për të parë i kanë 28 firmat? Ka një sekond më dakord të vëlla. Do pritet ta mbaroj mendimin o burr. I kanë firmat apo nuk i kanë firmat?
Tani, në mbledhjen e datës 17, kur kemi miratuar listën me 26 kandidatët, unë kam thënë publikisht, do ishte mirë që një deputet të mbështes një kandidat. Prit se s'ka vendim se so shtet votim. Se terdi së mësoj aty tani. Klutëm se e kam pa proces verbalin para teje. Klutëm. Dhe, ora do mlinit flas tani, dhe, nëse doni mendimin tim personal, unë prap jam me zotin Strazimiri dhe me ju. Që duhet një deputet të mbështes një kandidat me firmë. Por, zotin Doja, klutëm shumë, zotin Doja, thot, një sekundë se do të vidhet ajo. Por zotin Doja thot, as kushtetuta, as ligji për avokatin e popullit, dhe as rregulloria e kuvendit, nuk ma kushtozon të drejtën si deputet i kuvendit të Shqipërisë të jap mbështetje për më shumë se një kandidat. Dhe ju si grup parlamentar këto keni zbatuar, këto që thot zotin Doja, dhe mirë keni bërë. Unë prap them, nëse një gjë duhet rregulluar kur të vi ligji i ri avokatit popullit, hajtë ta përfshim ligj. Dhe ju si grup, si deputet, keni zbatuar drejt për drejt i kushtetutën, ligjin e avokatit popullit dhe rregullorën. Unë prap ati mendimi i qëndroj, por nuk dal dot mbi ligjin. Tani, me datën 17, zotin Doja, si jurist, është shumë e rëndësishme, ka procedurë, ka dhe materie, dhe procedura është shumë e rëndësishme. Komisioni ka marrë një vendim, që brenda datës 2 dhjetor, 17 nëntor, 2 dhjetor, vendimi i komisionit ka qenë që 26 kandidatët kanë të drejtën të mbledhin 28 firma për të vazhduar procedurën. Dhe unë dua t'ju lexoj që pretendimi që këtu ngrihet se firmat janë përpara datës 17 nëntor, unë jam komision për çështjet ligjore dhe nuk jam organ hetimi. Unë di që Adriana Kalaja i ka dorëzuar me 19/11/2025 firmat. Aranita Braj me datë 20/11/2025 firmat. Besim Gregjoni me 18/11/2025 firmat. Endrit Shabani me 2/12/2025 firmat. Skënder Haluci me 27/11/2025 dhe Tartar Bazaj me 21/11/2025. Unë këto kam datë të dorëzimit firmave nga kandidatët që plotësojnë kriterin e 28 firmave. 17 dhjetor ka qenë afati fundit. Dhe prandaj është shumë e rëndësishme procedura. Unë nuk e hetoj këtë nëse u dha dot firma para datës 17 apo mbas datës 17. Kështu që data 2 dhjetor ka qenë afati i fundit. Tani ju më thoni këtu në komision që pas datës 2 dhjetor ne i kemi tërheq firmat nominalisht dhe publikisht. Dhe unë them, dhe me shkres. Dhe unë them, ju shumë mirë keni bërë, që i keni dorëzuar dhe nominalisht dhe me shkres. Dhe i keni dorëzuar te kryetari i kuvendit. Nuk është ky komisioni që vendos nëse tërheqja e firmave. Të lutem. Do ta vendos seanca zoti Strazimiri. Dakor? Unë këtu do të përmbylli një procedurë që do t'ja çoj seancës. Në rast se seanca plenare, një sekond, në rast se seanca plenare do të thot, kur të njoftoj kryetari i kuvendit shkresën tuaj të dorëzuar me tërheqjen e firmave, do thot, të nderuar koleg deputet, kam një raport të Komisionit për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike që ka sjell një raport me emrat e 6 kandidatëve që plotësojnë kushtet dhe kriteret dhe kanë mbledh 28 firma për të votuar në pozicionin e avokatit popullit. Por ndërkohë do thot kam edhe një kërkesë të depozituar në protokollin e Kuvendit të Shqipërisë nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe deputetë të opozitës që janë tërhequr nga firmat. Dhe sigurisht që kryetari i Kuvendit nuk mundet të kaloj në procedurën sipas vlerësimit tim të votimit të kandidatëve për avokat populli pa u shprehur për kërkesën e tërheqjes firmave nga ana juaj. Por nuk jam unë këtu në komision të interpretoj nëse ka vlerë tërheqja e firmave mbas datës 2 apo nuk ka vlerë. Ju i keni tërhequr firmat pas datës 2 dhjetor.
Por nuk jam unë që e vendosin këtë komision. Do ta vendos seanca, zoti Strazimiri. Kështu që në këtë kuptim, ju po i kërkoni komisionit të marrë një kompetencë seancës. Po të thjem s'është punë kompetencë. Kështu që edhe sikur të isha individ, por ulsi jo, e kupton këtë punë. Në qoftë se unë të them, nuk është firma ime, ti e detyruar. Kur e ke tërheq? Kamora? Firmën. Si gjithë grupi parlamentar. Jo, më mbas datës 2 dhjetor. Jo më ulsi, jo. Mbas datës 2 dhjetor. Jo. Edhe firma dhe sikur të kisha vdekur, sot këtu. Jo, qoftë ti ishe i detyruar, ti do të ishe i detyruar të merre vullnetin tim të fundit. Vullnetin tim të fundit ka qenë ai. Dhe ti edhe sikur të them vullneti jot i fundit deri në datën 2 dhjetor ka qenë mbështetjes kandidat. Nuk e vendos ti atë punë. Ti tani po ja çon seancës. Un po të them tani, edhe sikur seancë thoja. Filan bishtetë nuk e mbështet ti detyruar ta shanosh. Ti po i çon sot seancës një gënjeshtër, po i thua që filan deputet e ka dhe firmën e Gens Strazimir Tarian Ndojës apo të Teli Blushit. Nuk e ka. Fal, të lutem. Nuk e ka. Të lutem. Po prandaj është seanca. Ti do të marrësh, do të thuash, një minutë. Ti do të marrësh, mos u lodhni më, mos. Shikoj, ju lutem, mos u lodhni më. Jo, seanca nuk vlerëson këtë. Seanca merr kandidaturat që ti ja çon se kanë plotësuar kriteret formale. Ti po i çon seancës kandidatura që nuk e kanë plotësuar kriteret formale. Pse u tërhoqët nga firmat mbas. Ai është muhabeti joni. Ai është muhabeti joni, e di ne sepse kot me e di. Që ta dish, shko pyet Taulant Ballën, se sa pas ka tregu. Un kam menuar se jeni bashk. Ai s'to tregon, nuk është problemi im, e keni merra për mena ju shtankon. Jo, si jam unë me Taulantin. Vullneti është ky që po them, i paraqitur me shkrim. Nuk kanë emrat që i lexove. Dhe të gjithë emrat që nuk i lexove, nuk kanë mbështetjen tonë. Të lutem shumë, këtë do të verifikosh këtu sot dhe do të çosh raportin seancës, nuk i plotësojnë kriteret sepse nuk kanë firmat e deputetëve që thonë. Si interpretoj dot ligjin, as rregulloren. Është interpretim, është vërtetim fakti. Un kam vendosur një datë 2 dhjetor si komision. Vërtetim fakti. Ti ke një vërtetim fakti, është një fakt i vërtetuar. Jam noter. Ti ke një fakt. Ora, jemi këtu, nuk është çështje notarisë, po nuk është akt notarial. Ti këtu do të vërtetosh faktin, do të çosh seancës. Po firma mund të rishë me akt notarial në raportin e përpiluar që pardje. Që do ta lexoj sot kolegja këtu. Ti do të shtosh dhe do të thuash, deputetët e Partisë Demokratike në filandat kanë tërheqë mbështetjen. Kjo bën që të gjithë kandidatët nuk i kanë plotësuar kërkesat që kërkon ligji. Po tani tash ti do ta shonosh relacion ti. Jo, ti në relacion ku vendit nuk mund të çosh gjë që s'është e vërtetë. Patjetër. Fal, të lutem, se po e bëj debat. Në relacion do t'i referohesh shkresës që ne kemi çuar. Në relacion. Dhe do t'i thuash, zoti Strazimiri, nuk e kanë mbështetjen e deputetëve që merremi vesh tani. Në raportin që do t'i çoj kuvendit do ta shkruaj edhe këtë pa diskutim. Do ta shkruaj këtu. Do të them që në komisionin për çështjet ligjore deputetët e opozitës ngritën dhe një fakt publik që kemi tërheqë mbështetjen për të gjithë kandidatët dhe ja kemi dorëzuar kuvendit Shqipërisë. Tani kuvendi Shqipërisë seanca ka fuqinë dhe më thot mu zoti kryetari komisionit ligjeve. Ne do ta pranojmë këtë që kanë tërheqë deputetët e opozitës, ti do rihapish, do kthesh prapë atje në pikën ku ishe. Jo, po se ka detyrim ma sjell më. Po jo mos e ka për seancën kryetari kuvendit këtë kërkesë. Të lutem, e ka për seancën ai këtë njoftim, të lutem. Tashi me qenë se ti referove pak më parë që the nuk jemi komisioni që kemi drejt të interpretojmë rregullore. A e thash? Po. Unë them që kemi drejt. Megjithatë, ne kemi nën tjetër rregullore që thotë është neni 13 i rregullores kuvendit që parashikon Këshillin për rregulloren, mandatet dhe imunitetin. Pra drejta jonë për të heqë dorë nga nënshkrimi është jetë drejt procedurale. Dhe si rregull i bën që gjithta që kanë numrat e kanë humbur numrin. Shumë faleminderit për sugjerimin. Neni 13 nuk vlen këtë rast. E dyta. Nuk vlen sepse nuk vlen se ju mohoni rolin e seancës plenare. Jo. Vullnetin e 140 deputetëve. Jo, neni 111 ka 2 faza për nënshkrimet. Që mos tim ta lexojmë dhe ne faza e dytë është mas dëgjesës publike. Me të drejtë zoti Mile tha ne nuk mund të vërtetojmë dhe ju tha që nuk mund të vërtetojmë datën. Ama datën sikur është thonë nënshkrimi. Edhe janë paraqit kandidaturat mas datës 17 me nënshkrimet përkatëse. Është e vërtetë edhe kjo gjë. Po në rastin kur ata, të cilët kanë dhënë nënshkrimin, tërhiqen në blok, është absolutisht anormale që procedurat kalojnë nga komisioni për të kaluar në seancë plenare. Pse? E tham analogjinë me kodin e procedurës civile heqjen dorë nga e drejta ankimit. Është anormale, asnjëri nga kandidatët tashmë me tërheqjen tonë të nënshkrimeve nuk i përmbush. Të lutem,
Tani këto janë sofizma juridike. Po s'janë sofizma. Dakor, tani të lutem shumë përmbyllë. Se ju na jeni përgjigjë, doni vullnet politik, ta zgjidh opozitën. Më vjen keq. Po jo më se keni kuptojeni komisionet e kuvendit zbatojnë rregulloren e kuvendit dhe vendimet e seancës penale. Të lutem. Këto pretendime që ju ngrini, të lutem, këto pretendime që ju ngrini, do t'i vendos që të gjitha seanca plenare. Kam edhe një të fundit. Kam edhe një të fundit atëherë. Nis nga deklarata juaj që sapo thatë. E kam personale, duhet të jemi bind për veten time. Ju thatë që unë prapi qëndroj atij qëndrimi edhe pse zotin një vot kam. Jo, të lutem. Si më të lutem, më mos u lutish një vot kam. Te procedura, pra ti thua që kemi respektuar ligjin, ti prapi qëndron të njëjtit mendim që ne. Ore keni respektuar ju ligjin, shumë mirë keni bërë. Ti thua që qëndrimi im është prapë. Unë vazhdoj të lutem se s'du të bëj debat tani. Të lutem tani, a ka mundësi ti kapim gjërat me radhë? Unë kam votuar listën me 26 emra këtu. Dhe kam thënë, orientoj grupet parlamentare të mbështesin një deputet, një kandidat. Ju nuk e keni zbatuar këtë. Dhe keni zbatuar sipas jush dhe sipas të egojarisht kushtetutën, ligjin e avokatit popullit dhe rregulloren. Unë vazhdoj të qëndroj prapë atij pretendimit tim, por unë jam një deputet, kam një vot. Kur të vi ligji i ri për avokatin e popullit, futeni edhe këtë që duhen 28 firma dhe një deputet mbështet një kandidat. Ju thoni nuk ka pengesë të drejtim dhe mirë keni por. Tani, jeni tërhequr pas datës 2 dhjetor. Është fakt publik. Po e më e dimon po ta them tani. Jo, kam miratu listë. Se kam votuar. Po lutem se e diun tani. Ore miratojmë listën me 26 kandidat me rregullin. Një deputet voton një kandidat. Lutem. Hidhen seancat. Po s'ka më fare.